postoji to neko diskreciono pred sudom, imamo prilike da čujemo svedoke koji kažu gledate ovde subjektivan moj stav, ali zaista i da sve te stvari sagledaju, da se predmet i sve činjenice u tom postupku ne ni prilikom podizanja optužnice, ne ni na prvom apelacija, odnosno apelacioni sud, stekao jednu drugačiju. Kjo temë është shumë e rëndësishme për t'i treguar jo vetëm opinionit vendor, por edhe atij ndërkombëtar që Republika e Kosovës tashmë e ka gjithë infrastrukturën e saj shtetërore publike edhe kushtetuese dhe ligjore mbi trajtimin e këtyre rasteve dhe ne me vëmendje unë personalisht tashmë i kam shikuar rekomandimet e dala nga raporti përgatitur nga Amiri dhe fillimisht më lejoni të filloj duke theksuar rëndësinë e mundësimit të gjykimit në mungesë, nga gjithsej 35 raste të monitoruara nga fondi, kam vërejtur se 15 nga to janë gjykime në mungesë dhe natyrisht kriminalët e luftës duhet gjetur dhe sjellur ta vuajnë dënimin për gjykimin në mungesë është një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm në raport me vënien e drejtësisë për viktimat dhe në dënimin meritor për kriminalët. Krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit që janë kryer gjatë periudhës së luftës në Kosovë nga shteti i Serbisë kanë lënë pasoja të thella, jo vetëm për ata që i përjetuan drejt për drejt, por edhe për shoqërinë në tërësi. Në Republikën e Kosovës që nga pas lufta dhe në vazhdimsi janë realizuar aktivitete, janë ndërmarrë iniciativa nga organizata vendore ndërkombëtare, të cilat në esencë adresojnë drejtësinë tranzicionale. 25 vite, tash po jemi për pak muaj edhe në vitin e 26, pas çlirimit të vendit tonë, për herë të parë qeveria e Republikës Kosovës ka prioritizuar krijimin e një dokumenti strategjik për drejtësinë tranzicionale, cila do të trajton shkeljet e rënda të drejtave të njerëzit dhe shkeljet e së drejtës ndërkombëtare humanitare, bazuar në disa vlera universale të cilat e tangojnë edhe shoqërinë tonë, siç janë çësia e përqendruar tek viktima, çësia gjithëpërfshirëse, ndjeshmëria gjinore, pajtueshmëria me normat dhe standardet ndërkombëtare, integriteti dhe paanshmëria, pjesëmarrja dhe fuqizimi, barazia dhe mosdiskriminimi, si dhe parimin mos bëj dëm. Me miratimin e strategjisë, Kosovës i kemi krijuar një kornizë jashtëzakonisht të rëndësishme për trajtimin e shkeljeve masive të drejtave të njerëzit dhe krimeve të luftës. Përmes kësaj strategjie dhe njëherë i afirmojmë angazhimin ton të përditshëm për ndërtimin e themeleve të një ardhme të drejtë, solidare dhe të barabartë. Krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit janë shkelje të rënda të drejtave të njerëzit edhe kur këto krime mbeten të pandëshkuara. Ata që kanë kryer këto akte barbarie nuk ndjejnë kur pasojën e veprimeve të tyre. Mosndëshkimi përkeson dhimbjen e viktimave dhe bën të pamundur procesin e pajtimit dhe të bashkëjetesës në shoqërinë tonë. Vetëm kur krimet e luftës do të adresohen në mënyrë të drejtë për drejtë, mund të fillojë një proces i vërtet shërimi për ata që kanë vuajtur si dhe për të ardhmen tonë në tërësi si shoqëri. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, Fondi për drejtën humanitare në Kosovë është duke monitoruar procese gjyqësore të krimeve të luftës në Kosovë. Si çdo vit, edhe këtë vit, Fondi e publikon edhe një raport vjetor mbi monitorimin e gjykimeve për krimet e luftës në Kosovë. Monitoruesit e fondit i kanë monitoruar të gjitha seancat gjyqësore pranë gjykatave të shkallës së parë dhe të dytë. Përveç gjykimeve në Kosovë, fondi monitoron edhe procese gjyqësore pranë dhomave të specializuara, por në këtë raport janë të përfshirë vetëm procese gjyqësore pranë gjykatave të Kosovës, pra pranë gjykatës themelore të Prishtinës, të Apelit dhe të Supremës. Objektivi kryesor i këtij raporti është prezantimi i punës së institucioneve të gjyqësorit në këto raste, në këto procese, rezultatet e arritura, gjetjet dhe rekomandimet për institucionet kompetente. Gjatë vitit 2024 janë arrestuar 9 persona në ndyshimin e kryerjes së veprës penale, krimi i luftës kundër popullatës civile dhe të njëjtëve i është caktuar masa e sigurisë.
Gjatë këtij viti, zyra e Prokurorisë Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur 13 aktakuza për veprat penale të krimeve të luftës kundër 24 pjesëtarëve të forcave serbe. Prej 13 aktakuzave të ngritura, 6 prej tyre janë ngritur në mungesë kundër 11 pjesëtarëve të forcave serbe dhe 7 aktakuza janë ngritur ndaj 13 pjesëtarëve të forcave serbe, të cilët janë arrestuar nga Policia e Kosovës dhe të cilëve i është caktuar masa e sigurisë. Gjatë këtij viti janë trajtuar gjithsej 35 raste të krimeve të luftës, prej të cilave 10 raste përmbajnë aktakuza apo akuza për dhunë seksuale si krimi i luftës. Krahasuar me 25 vitet e kaluara, ku janë trajtuar vetëm 4 deri në 5 raste për dhunë seksuale si krim lufte, rritja e aktakuzave për dhunën seksuale është një hap pozitiv, pasi viktimat e dhunës seksuale kanë filluar të thyen heshtjen, të luftojnë stigmat dhe të raportojnë krimet në organet e ndjekjes. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, institucionet gjyqësore vendore edhe ato ndërkombëtare kanë dënuar rreth 74 persona për krimet e luftës në Kosovë dhe në anën tjetër janë vrarë rreth 10.000 viktima civile. Për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar ose akuzave se kanë kryer krimi i luftës kundër popullatës civile, gjatë vitit 2024 kanë filluar ose në faza të ndryshme janë zhvilluar procedura në 34 lëndë kundër 98 pjesëtarëve të forcave serbe dhe 1 lëndë kundër 2 pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këtu përfshihen edhe 14 aktakuza ndaj 72 pjesëtarëve të forcave serbe, pra aktakuza në mungesë. Sot është një temë tepër e rëndësishme për cilën jemi mbledhur dhe shumë e domosdoshme edhe për kohën, edhe për faktin që trajtimi i rasteve të krimeve të luftës në gjykatë ka marrë një dinamik tjetër, për shkak se besoj që jemi gjithë vetëdijshëm për faktin që tani vetë numri i aktakuzave është rritur dhe rastet e trajtimit do thotë kanë një dinamik tjetër. Është vërtet që ka 6 vite që Departamenti Special, do të thonë pra gjykatës së Melore në Prishtinë, është përgjegjës për trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Kjo ka qenë një fushë e re për gjykatën themelore të Prishtinës për faktin që kanë kalu këto raste nga organizata, do të thotë nga ndërkombëtarë që kanë qenë të obliguar për të trajtuar. Ka qenë një fushë e re për neve që ka kërkuar një ekspertizë të re dhe një përgatitje të re me përvoja specifike. Përgjatë këtyre 6 viteve, do të thotë është bërë një progres i konsiderueshëm në trajtimin e rasteve të krimeve të luftës, të cilat thotë normal që njëkohësisht të shku edhe me profilizimin e gjyqtarëve dhe njëkohësisht do të thotë edhe me trajtimin e tyre. Dhe këto kanë ndikuar ndjeshëm do të thotë edhe në faktin që si gjykatë kemi qenë përgjegjës për mi rrit kapacitetet profesionale dhe për me shtu numrin e stafit mbështetës me qëllim që këtyre lëndëve t'ju japim prioritet. Ndryshimet e shpeshta në departamentin speciale, avancimet dhe pensionimet e gjyqtarëve janë një nga sfidat kryesore këtij departamenti, për shkak se s'po mujmë me majt një lloj kontinuiteti dhe thotë mbi faktin që gjyqtarët duhet me pas një përgatitje profesionale dhe specifike për trajtimin e këtyre rasteve. Prandaj një trajnim i vazhdueshëm dhe efikas do të ishte nevoja më e domosdoshme në mënyrë që të përgatiten profesionalisht gjyqtarët. Njëkohësisht do thotë është e domosdoshme që gjyqtarët që merren me këto raste të jenë të specializuar dhe të trajtojnë vetëm këto raste, po fakti që departamenti special është i ngarkuar edhe me një numër të madh të lëndëve tjera, të natyra tjera që gjithashtu janë komplekse, do thotë deri tani nuk na ka jap mundësinë dhe komoditetin që të ndajmë trupe gjykuese të veçanta vetëm për trajtimin e krimeve të luftës. Gjithmonë duke u bazuar në ato që kapaciteti i gjyqtarëve ka qenë i limituar që i ka trajtuar numrin e këtyre rasteve gjitha natyrave. Sa i përket aktakuzave, duhet t'ju njoftoj si në vijën. Gjatë vitit 2021 kemi ngritur një aktakuz ndaj një personi. Gjatë vitit 2022 kemi ngritur 3 aktakuza ndaj 3 personave. Gjatë vitit 2023 kemi ngritur 15 aktakuza ndaj 68 persona. Gjatë vitit 2024 kemi ngritur 14 aktakuza ndaj 25 persona.
vetëm në 3 mujorin e parë të vitit 2025 kemi 4 akte akuza ndaj 6 persona. Sa i përket vendimeve të gjykatave të cilat i ka pranuar zyrtarisht prokuria speciale, gjendja është kjo. Në vitin 2021 kemi 4 akte gjykime pajësuese ndaj 5 personave. Në vitin 2022 kemi 3 akte gjykime pajësuese ndaj 3 personave. Në vitin 2023 kemi 1 akt gjykim pajësues ndaj 1 personi. Në vitin 2024 kemi 3 akt gjykime pajësuese ndaj 3 personave, 2 akt gjykime liruese ndaj 3 personave dhe 1 akt vendim për konfirmim të pjesëshëm të akt akuzës. Kjo është gjendja thëna statistikore nga cila mund të kuptoni që sidomos nga viti 2023 kemi bërë punë të konsiderueshme në adresimin e rasteve të krimeve të luftës, sepse vetëm gjatë këtij viti për 2023 dhe 2024 kemi rreth 30 akte akuza, që është numri më i lartë deri më tani ndonjëherë i adresuar. Në total për gjitha akte akuzave që kemi ngritur, janë 14 akte akuza në mungesë dhe për njoftimin tuaj kemi edhe 12 akte akuza të cilat vetëm se gjenden në gjykatë e të trashëguara nga Unmiku dhe Uleksi, që i bjen në total janë 26 akte akuza të cilat janë në mungesë dhe pritet të shqyrtohen nga gjykatat themelore në Prishtinë. Aktualisht kemi vetëm një gjykim në mungesë të përfunduar, i cili tani është me mjet juridik për me drejtë ankese dhe në gjykatën e apelit dhe jemi duke pritur verdiktin për të parë nëse ky gjykim është mbajtur në përputhje me parimet kushtetuese dhe ligjore të cilat i përcakton edhe Kodi i Procedurës Penale. Numri i prokurorëve në Prokurinë Speciale është rritur që nga qershori i vitit 2023 dhe tani jemi 5 prokurorë, cilët merren ekskluzivisht me rastet e krimeve të luftës. Gjatë vitit 2024 janë iniciuar 15 raste të reja. Kemë pranuar 47 autorizime nga Prokuria Speciale, kemë trajtuar edhe kemë pranuar 48 informata të reja, kemë pas 15 kallëzime penale, ku janë prezentuar 139, janë paraqitur 139 persona dyshim. Gjatë vitit 2024 që është prezentuar dhe të për Zoti Braka kemë pas 9 persona të arrestuar. Janë proceduar po ashtu edhe 5 raporte plotësuese të kallëzimeve penale, janë proceduar në Prokurinë Speciale edhe 39 raporte mbi zbatimin e autorizimeve, raporte të veçanta po ashtu 5, raporte informuese janë procedur 70, gjatë trajtimit të në raste, dohet përveç intervistimit në dëshumëve, ne kemë intervistu 740 dëshmitarë, edhe po ashtu kemë intervistu 24 viktima dhe një ankus. This work is reflected in the document we have before us today. This report is essential for understanding both the progresses made and the challenges that remain in addressing war crimes and promoting justice. Switzerland has long supported initiatives aimed at dealing with the past because we believe it is key to building peaceful, stable, and inclusive societies. These efforts, when done correctly, pave the way for healing and lasting peace for future generations. At the core of this process is the principle that justice is a fundamental right for all victims, regardless of their background or ethnicity. Every victim of war crimes deserves justice. Switzerland is committed to supporting Kosovo in strengthening its institution and ensuring it upholds international human rights standards. Switzerland remains a steadfast partner of Kosovo in building a future based on shared European values of justice, equality, and human dignity. The Humanitarian Law Center Kosovo, with Switzerland's financial support, has facilitated exchanges of best practices between Kosovo judges and prosecutors,
and their counterparts from other countries.